Poetja korçare Arsinoj Zengo ka nxjerrë në treg librin e saj të dytë me poezi të titulluar Të vërtetat pas një loti. Autoria tregon se çdo lot fsheh brenda vetes një histori, një kujtim të pathënë dhe një të vërtetë që shpirti nuk mund ta fsheh. Por loti më i thellë dhe poetik është ai i dashurisë, i cili shpesh nuk lind nga euforia, por nga ajo ndjenjë sublime që vetëm kujtesa mund ta transmetojë në mendje me portretin e të dashurit. Pikërisht këtyre ndjenjave i bëhet dritare ky libër. Unë gjithmonë jam dedikuar dashurisë, siç edhe keni lexuar, ashtu edhe si në vëllimin e parë. Tematikat kryesore janë gjithmonë ndjenja e dashurisë. Ka dhe tematika të tjera, si ajo e për nënën, gruan, mallin për vendlindjen, zhgënjimet gjithashtu. Cilat janë të vërtetat pas një loti? Atëherë, gjithmonë kur ne duam diçka e dashurojmë, në brendësi të dashurisë gjithmonë kemi të vërteta. Dhe të vërtetat gjithmonë trajtohen gjithashtu me dhimbjen, me zhgënjimin dhe mbas gjithë këtyre takohen një pikë uji, të cilat ato pikojnë nga syri dhe rrjedhin drejt zemrës. Nuk do të hesht sepse unë jam e tillë që gjithmonë krijoj nga ato çfarë unë frymëzohem, të gjitha përjetimet e mia. Unë i shkruaj në vargje. Ky libër është një udhëtim i ndjeshmërisë, një pasqyrë e shpirtit që flet me zë të butë, por të pathyeshëm. Poetja shfaqet plot ndjenje e dashuri, por poezitë e saj zbulojnë gjithashtu një vuajtje të thellë që lexuesi do të dëshirojë ta zbulojë.